taksirati i qytetarëve amerikan që arrin më këto kjo Amerikë me bukë si presidenti o kushtrim, kjo është pa tolerueshme. Megjithatë, e kemi këtë president edhe duhet me bo, që thojnë anglisht, strategic patience. Me bo durim strategjik deri sot i kalon mandati. S'ki qa me bo, është presidenti i shtetit më të fortë në botë, qështu, folë qështu, dosh mu bo, kishe për merë seriosisht, kishe për kuptën, kishe qa kena me bo. Është të vërtet, si që kanë qenë pritjet, do të tentoj administrata Trump që të bëj prap diçka me në mes të Kosovës dhe Serbisë, do të tentoj që ta riformuloj marrëveshjen e Washingtonit, ku do të jipet prap theksi veçantë ekonomisë, sepse politikës nuk mund të jipet theksi veçantë, sepse Serbia nuk e njeh Kosovën, as Trumpi nuk mundet me detyru Vučićin me njoh Kosovën, prandaj do të fokusohen më shumë pika ekonomike dhe pra qëllimi final i Trumpit do të arrihet që të del në publik që është një president që ka arrit në thojza, mi shtimu marrë vesh dy popull. Qaj është qëllimi i ti, edhe ai e kryen mandatin edhe del një histori që demek që qa ka bo. Pra është një hajgare kushtrim, po si do që tjetë duhet me marrë seriosisht, s'kemi qa me bo, jemi të detyruar me marrë seriosisht. Është presidenti një vendit të ke fundit, vendit më të fuqishëm, po do dush me marrë seriosisht. Pa marrë parasysh që ato s'bë me marrë seriosisht. Desha vetëm të ndërlidha me zotin Abazi që e kritikoj qeverisën të Kurtit, në të cilin ka marrë pjesë edhe vetaj dhe në të cilin si që përmendit edhe ju me korektësi që ka marrë pjesë bashkë në ato momente kur presidenca... Kritike. Po, momentet kritike të administratës, kur kanë fillu me ataku zotin kryeministër apo qeverinë e Kosovës për rolin e tij më, nëse mund të them ashtu, më rigjid ndaj marrëdhënieve me Serbinë. Dhe zoti Abazi po ashtu tha që unë e kom përkra zotin Kurti, por më vonë e kritikoj zotin Kurti pse u izolu. Tashti, po më duket pak... Kontradiktore? Po, më duket pak kontradiktore. Nuk mush me thonë edhe e kom përkra, po tash kjo e ka izolu Kosovën. Mas pari nuk është të vërtet që u izolu Kosova, po kjo është tim tjetër, nuk shab nëse na jepni mundësi na mundëm prap me shtjellu pse nuk u izolu Kosova. Jo, thuj argumentet tua. Pse u bë që Defender 25 kushtrim be? Shkak se u izolu Kosova? Nuk ka kjo lidhje kurrë me izolimin. Po, është e vërtetë që zoti Kurti nuk është i pëlqyer as amerikanëve as evropianëve. Përpos anglezëve edhe kroatëve. E vërtetë është ajo peshohin krejt. Po mundon me promovu Vjosa Osmanin si kundërpeshën e arshme të zotit Kurti. Se peshohin që as Memli, as Lumiri nuk mund të merdzu Kurtin. Veç Vjosa mund të merdzu në tardhmen. Edhe pe promovojnë, non stop, çdo javë 3-4 vizita shumë të rëndësishme i ki. Jo në Japoni që sot i shkon në e kish prit presidenti hungarez, pe promovojnë zonin Osmani, shumë mirë që pe promovojnë, nuk është që se meriton, është zonë që ka tregu edhe zgjuarësi, ka tregu në momente vendimtare, ka ditë mo që thojnë populli mu koqit, dhe ka tregu që është njeri i cili edhe është atletare, po edhe din, ku nuk ka aty ku gjithë keqe, po që kjo pra, qysh është problemi që zotin Kurti pra po dojnë me izolu në njëra anë, e zoti Abazi po thëtë shumë keqe për shkak zotit Kurti e kanë izolu Kosovën. Kërko zoti Abazi pa arrën që Kosovën e kanë izolu shumë ma shumë, kur kanë qenë liderat tjerë. Për shembull na thëshin çdo muaj Evropa na theki Komisioni Evropian kena më liberalizu vizat. Liberalizimin e vizave për kushtrim nuk e bëjshin, nuk i fteshin liderat tonë kërkon në Evropë. Që ajo është një farë izolimi. Kashti të kuptoj që i kanë shpall një farë lufte diplomatike zotit Kurti, se kjo është jo konvencional, ja u ka prish këtë planin e tyne, planin e kanë pas me veriun me zgjidh problemin, pa pse që nuk zgjidhet problemi me Serbinë ashtu. To e ledhatu Serbinë, agresori, nuk zgjidhet problemi. Po ma qënë mallin njëjtë si Bajdeni, që që ledhatoj ke Vučićin për të menu që qështu zbutët Serbia dhe zgjidh problemin, njëjtin për bëm presidenti Trump me Putinin. Pe ledhaton Putinin të menu që Putini zbutët e ndërkuaj vish për intensifikon bombardimet i Kievit. Në bashkëbisedim djathtas, a e quajte kontradiktor të shohim si është reagimi? Tani, në zhvillime politike edhe në diplomaci, çështja, aspekti, faktori kohë është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Trump në administratën një, bashkë me Granell, kanë pas një qasje
krejt tjetër prej asoj që kanë sot ndaj Kosovës.